shpërtimit, cilat janë mosat që keni menduar si Ministri i Drejtësisë për mungesën e prokurorëve nga anë? Ka me pas konkurse më shumë? Ju besoj se e dini që çështja e prokurorëve dhe numrit prokurorëve është një çështje me cilën ekskluzivisht merret Këshilli Prokurorial i Kosovës. Ata bëjnë përzgjedhjen, ata bëjnë përcaktimin në pushtetet e ndara që kemi. Unë si Ministre e Drejtësisë angazhohem për reforma të fuqishme në fushën e drejtësisë. Ju e dini që tashmë i kemi gati 5 ligje, të cilat presin kuvendin e ri që të kalojnë dhe të cilat përcaktojnë sakt edhe e qartësojnë shumë edhe detyrat dhe përgjegjësitë, por edhe të drejtat edhe të gjyqtarëve, edhe të prokurorëve. Kjo është pjesa që bën qeveria, ndërsa implementimi i këtyre ligjeve ju takon KPK-s dhe KGK-s. Është shumë e vërtetë që ka një mungesë të theksuar të prokurorëve. Ju e dini që sapo është mbajtur provimi me shkrim para Komisionit të Jurisprudencës. Mendoj që është shumë e rëndësishme që çdo vit të kemi gjenerata të reja, nga të cilat mund të rekrutojnë Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor sa më shumë profesionistë rinj, edhe kështu gjërat ecin përpara. Pra, çështjen e numrit e di sepse kam vizituar shumë gjykata, shumë prokurori gjatë këtyre muajve, edhe më shfaqur si shqetësim. Mirë po, Këshilli Prokurorial i Kosovës jam shumë e sigurt që e merr seriozisht këtë temë, edhe së shpejti duhet të rritet numri, sepse vonesat po shkaktohen. Edhe atëherë kur kemi mjaftueshëm gjyqtar, mirë po numri i vogël i prokurorëve po e pamundson përshpejtimin e lëndëve. Faleminderit dhe juve.